Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu është shprehur se lufta kundër dhunës digjitale është një betejë e përbashkët që fitohet përmes ndërgjegjësimit, edukimit, respektit dhe gjuhës që zgjedhim në hapësirën digjitale. Për ministrën Koçiu, 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore janë absolutisht momenti më i mirë për të kuptuar një të vërtet shumë të thjeshtë që dhuna nuk luftohet dot vetëm. Dhuna digjitale ushqehet nga gjuha që përdorim dhe ajo që tolerojmë online. Duhet ta ritheksoj se kjo nuk është një nga ato beteja që shteti mund ta fitojë vetëm apo thjesht dhe vetëm përmes rritjes së policimit online, u shpreh Koçiu. 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore janë absolutisht momenti më i mirë për të kuptuar një të vërtet shumë të thjeshtë, që dhuna nuk luftohet dot vetëm. Më duhet ta ritheksoj se kjo nuk është një nga ato beteja që shteti mund ta fitojë vetëm apo thjesht dhe vetëm përmes rritjes së policimit online. Nëse duam ta luftojmë seriozisht, nuk mjafton të shtojmë procedimet penale apo të përmirësojmë ligjet. Duhet të ndryshojmë kulturën, gjuhën, sjelljen që prodhojnë fenomene të tilla. Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit, siç kundër besoj shumë prej jush e dinë, ka dizenjuar programe ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi në shkollë, me syre dhe për sigurinë në rrjet, apo për të njohur të rinjt me shkeljet që mund të përbëjnë vepra penale. Në këtë drejtim, Koçiu bëri të ditur se Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim dhe me Ministrinë e Arsimit ka dizenjuar programe ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi në shkolla, me styre dhe për sigurinë në rrjet, apo për të njohur të rinjt me shkeljet që mund të përbëjnë vepra penale.